Banorët palestinez të qytetit të Gazës kërkuan për trupa dhe sende personale të shtunën, pas një sulmi izraelit ndaj tendave në lagjën Al Rimal, që vrau të paktën 11 persona dhe plagosi 10 të tjerë. Sulmi goditi një zonë ku ishin ngritur tenda për të strehuar njerëzit e zhvendosur në perëndim të qytetit të Gazës. Banorët në vend ngjarje përshkruan një shpërthim masiv me trupa të shpërndarë në rrugë. Nuk ka njerëz të kërkuar këtu as terroristë siç pretendojnë ata, askush i këtij lloji nuk është këtu, vetëm banorë civilë dhe fëmijë, të cilët u shënjestruan pa mëshirë, tha Ahmed Kishuai, 46 vjeç i cili ishte strehuar në të njëjtën zonë. كان المكان كله مكتظ بالخيم اغلب الخيم هنا. Shpërthimi la një krater të madh në tokë, tani çadrat janë në rër. Ne kaluam orë të tëra duke gërmuar me duar, të gjithë erdhën dhe filluan të gërmonin. Shtoi ai cituar nga agjencia Reuters. تم استهدافهم بلا رحمة. Ndërsa banorët përpiqeshin të nxirrin trupat e varrosur në Rënoja. Sulmi ndodhi në të njëjtën ditë kur shefi i shtabit të ushtrisë izraelite General Lejtnant Ayal Zamir u tha trupave në Gaza se një operacion toksor izraelit, i njohur si Qerret e Gideonit, në të ardhmen e afërt do të arrinte qëllimin e tij për kontroll më të madh të enklavës palestineze dhe do t'i paraqiste qeverisë së Izraelit mundësi për veprime të mëtejshme, në tërësi sulmit izraelite që nga e premtja kanë vrarë të paktën 34 persona. Më herët presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se beson se është e mundur që një armë pushim në konfliktin e Gazës midis Izraelit dhe militantëve të Hamasit të arrijë brenda një jave. Ministria e Shëndetësisë së Gazës thotë se sulmi ushtarak i Izraelit pas 7 tetorit të vitit 2023 ka vrarë mbi 56.000 palestinez. Sulmi ka shkaktuar gjithashtu një krizë urie, ka zhvendosur brenda vendet të gjithë popullsinë e Gazës dhe ka nxitur akuza për gjenocid në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe për krime lufte në gjykatën ndërkombëtare penale.